Ministri i Mbrojtjes Vladimir Misajlovski ka deklaruar se ministria të cilën drejton ai ndan mbi 32% nga buxheti për modernizim të armatës, e që sipas tij është mbi 20% më shumë se sa që kërkon NATO. Ai ka informuar se këtë vit përfundon marrëveshja që e kanë me Turqinë, ndërsa deri në fund ai tha se pritet të arrijnë edhe disa raketa nga Turqia. Kemi më shumë marrëveshje për modernizimin. Punojmë për t'i përfunduar marrëveshjet për arritje të strajkerëve dhe shpresojmë se do të arrijnë deri në fund të këtij viti. Gjithashtu, edhe automjetet e tjera JLTL, të cilat duhet të arrijnë këtë vit në pajtim me marrëveshjen me SBA-n. Këtë vit përfundon marrëveshja me Turqinë dhe duhet të arrihet tërë ajo që është parapar me marrëveshjen e tyre. Arrin edhe raketat Mistral, haubicat Boran nga Turqia. Ministri theksoi se po bën edhe përpjekje që të realizohet edhe marrëveshja me Leonardon për furnizimin me helikopter, për të cilën tha se ka sfida të mëdha. Punojmë shumë dhe na ndihmon kompania e cila ndoshta është njëra prej konsultantëve më të mirë juridik në Europë për t'i tejkaluar gjitha sfidat juridike që ndodhen në të kaluarën. Janë bërë shumë gabime dhe marrëveshja është nënshkruar në shpejtësi. Po bëjmë përpjekje të menjanojmë të gjitha sfidat dhe helikopterët arrin vitin e ardhshëm. Ministri gjithashtu njoftoi se ndan edhe më së shumti mjete për riparimin e objekteve në kazerma, për riparim të objekteve që janë në njësi të rajonale, sepse si tha, janë disa në gjendje katastrofale, ndërsa shtoi se ministria në tërësi i paguan mjetet në pajtim me marrëveshjet kolektive dhe tha se për atë shpenzon para mjaft nga buxheti.